Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Avioni ku po udhëtonte u godit nga rufeja. Olsi Bylyku rrëfen tmerrin që përjetoi. Aktori dhe këngëtari Olsi Bylyku ka ndarë me ndjekësit një moment të frikshëm që ka përjetuar gjatë një fluturimi nga Tirana drejt Milanos. Përmes një Insta story, ai tregoi se gjatë nisjes avioni është goditur nga rufeja, duke krijuar panik dhe situatë kaotike mes pasagjerëve dhe ekuipazhit. Mbas 2 vitesh aktiv në fluturime, hera e parë që më ka ndodhur ky horror në fluturimin Tiranë-Milano, shkruan Olsi. Ai tregoi me humor se e di që shumë persona mund ta egzagjerojnë situatën në rrëfimet e tyre, por shtoi se vetëm ata që ishin në atë avion mund ta kuptojnë realisht frikën që është përjetuar në ato momente. Pasagjerët që e përjetuan e kuptojnë për çfarë kanë fjalën. Në fund, Olsi falenderoi Zotin që gjithçka përfundoi mirë, ndërsa me nota humori shtoi se tani po kërkon dikë që të kthehet me makinë nga Milano në Tiranë.